Në Golem është çelur zyrtarisht sezoni turistik veror me një aktivitet festiv të zhvilluar në qendër të këtij destinacioni bregdetar pranë monumentit Meteor. Në këtë organizim morën pjesë shumë qytetarë dhe pushues, të cilët ju bashkuan atmosferës festive që shënojnë nisjen e sezonit. Operator turistik si dhe bujtina të ndryshme morën pjesë në panairin që u zhvillua me këtë rast. Po ne jemi viti 4 që kemi hapur bujtinën tonë, që jemi në fshatin Sefere, 5 km nga Bregdeti, edhe është hera dytë që marrim pjesë në panairin e Kavajës që çelet sezoni plazhit. I pranishëm në aktivitet ishte edhe kryetari i Bashkisë së Kavajës, Fisnik Qosja, i cili ju bëri thirrje pushuesve vendas dhe të huaj që të vizitojnë plazhet e Kavajës. Por ne duhet mobilizohemi gjithë që këto 3 muaj vere ta bëjmë ashtu siç dim ne, sepse Kavaja do ta them shpesh që është derë e madhe. Dhe i them gjithë turistëve shqiptar po gjithë turistëve në përbot, vizitoni Kavajën, vizitoni Golemin, vizitoni Malin e Robit, vizitoni Qerretin, vizitoni Karpenin, vizitoni plazhin e bukur të Carinës, plazhin e bukur të Gjeneralit. Kryebashkiaku tha se janë marrë të gjitha masat për të pasur një sezon turistik të suksesshëm. Ai theksoi rëndësinë që turizmi ka për zhvillimin ekonomik të zonës dhe siguroi se strukturat vendore janë të angazhuara për një sezon të sigurt dhe me standarde të larta shërbimi.